Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Pra jam këtu në Veternik ku do të flasim pak edhe për cilësinë e ajrit. Dje që gjatë dimrit pra shpesh herë kemi edhe probleme sa i përket ndotjes së ajrit dhe këtë përveç se mund ta shohim pra në për aplikacionet e ndryshme se sa është cilësia e ajrit. Tani për momentin unë edhe po e shoh me sy pra këtë smogun i cili pra është në këtë vend e po ashtu edhe ajrin pra po e ndim ashtu se sa i përkeqësuar është në këto momente e për të folur pak më shumë për shkaktarët që po ndikojnë që gjatë dimrit pra të jetë ajr i ndotur, këtu pra ne kam edhe Ilir Morinën i cili është ambientalist. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat të jeni me ne. Mirëmëngjes juve dhe gjithë shikuesve. Pra, para se të dalim, pra para se të hym live, ishim duke diskutuar sa i përket këtij ajri që veç se po e shohim edhe me sy, po ashtu po e ndim. Cilat janë shkaktarët që po ndikojnë pra në këtë mos, sidomos gjatë dimrit pa dije, që kjo është një problematikë që sidomos gjatë dimrit është shumë e shfaqur në Prishtinë. Po fatkeqësisht shkaktarët po vazhdojnë të jenë të njëjtit, sepse nuk po mirën masa. Termocentralet janë ata që vjellin më shumë ti mos të vdekje, po ndot të rrezikshëm të cilët po ndikojnë një sipërfaqe shumë të madhe, mbi 500-600 km2 për rreth obilishit Prishtinës deri në Vushtri, Fushë Kosova, Lipjani, këto gjithmonë janë të atakuara, varësisht nga era e drejtimi i erës, sidomos tani në Vjesht, që fillon me nëntor, fund nëntori, dhjetor, janar, shkurt, janë dikun 100-120 ditë shumë të këqija, shumë të rënda për popullatën e cila fatkeqësisht është adaptuar, është adaptimi i rrejshëm biologji, jemi adaptuar me këtë ndotje dhe po jetojmë me të. Po rezultatet po na tregojnë që çdo 90 person, sidomos fëmijë, ka probleme tepër të rënda shëndetësore. Mirë po, kemi edhe rastet maline ose me tumore të ndryshme të cilat po shkaktohen jo vetëm nga keku, po tani këtu i shtohen të gjitha djegjet, pa marrë parasysh e ndërurit apo biomasës, dhe fatkeqësisht kemi vërejtur vitet e fundit që edhe kontrolla ka ra në marketet e Prishtinës, po në gjithë Kosovës gjeni pelete të ndryshme shumë të lira, që janë tepër të lira, mirë po në përbërjen e tyre zakonisht përveç biomasës, do thotë grincave drurit që grimcohen ose pjesëve të mbetura të bujqësisë, aty ka edhe vajrat të djegura ose mazut ose plastik ose gjëra mbetje të tepër të rrezikshme, të cilat me djegjen e tyre përveç që ndotin ajrin për jashtë janë të rrezikshme edhe për ndotjen brenda, se përdoren në kamina ose në stufa të ndryshme të cilat shumica e njerëzve i kanë në shtëpitë e tyre. Gjithashtu edhe këto qendra tregtare në forma të ndryshme të tjera që mund t'i vreni edhe me sy të lirë, kanë ogjashtet e tyre tani hedhin në ajër tym të zi, domethënë tym të keq, duke përdorur këto lëndë djegëse shumë të lira. Edhe thëngjillin po besoj. Thëngjilli gjithashtu do të nuk janë duke marrë masa që mos më përdor thëngjilli, sidomos në formë individuale, sepse thëngjilli sa djegët do të më djegë në furra ose në ambiente industriale të cilat i kanë filtrat speciale ose elektrofiltrat. Fatkeqësisht keku vazhdon me mos vendosjen e filtra në Kosovën në Beq, nga viti 2019 kanë qenë mbi 95 milion euro të ndara, edhe kjo neglizhencë e gjitha institucioneve, po edhe e shoqërisë civile ka bërë që ne të atakohemi çdo ditë nga ndotjet. Ndotja është e moderuar sot, po në fakt kjo është mjaft senzitive për pjesë të njerëzve të cilët kanë probleme të ndryshme astmatike ose të tjera, po gjithashtu dhe njerëz të shëndetshëm të cilët mund të kenë alergji ose ju e shihni sa probleme ka kosovarët ose njerëz të Ballkanit me lëkurën. Do ne sa do të investojmë në forma ndryshme të kolagjenit dhe dini këto të gjitha këto reklama, problemi është cilësia e ajrit, cilësia e ujit, cilësia e ushqimit, cilësia e jetës. Kështu që jeta është vështirësuar, këto muaj dhe çdo muaj të dimrit po vështirësohet shumë. Tu fal edhe një komunikacioni shumë dendur. Këto frenat e automjeteve, sipas studimeve të fundit janë hudhët fluri i tyre sa që ato frenojnë.
kanë azbest ose forma të ndryshme të metaleve të rënda që janë tepër të rrezikshëm për shëndetin dhe kancerogjeni. Kështu që situata është alarmante, nuk e kam thënë një herë, po e tham çdo ditë për arsye se veç studimet dhe raporti i vizitave dhe i konstatimeve të Institutit Onkologjik na tregon që mbi 3600 raste në vitin 2024 kanë qenë njerëz me të identifikuara rishtazi me kancer ose për herë të parë. Në këtë vit vetëm 6 mujor i parë ka kalu 1010 vjet. Kjo do të thotë është tragjike për një popullat 1.6 milion banor, për arsye sepse jemi popullat e vogël edhe kjo është shumë e madhe. Nëse llogaritim me vite për 10 vite mund me qenë me qindra mira njerëz, ose 7-8 atyre veç kanë vdekur nga kanceri. Ju dini që një sëmundje maline mund të shkaktojë vdekjen për 3 deri në 6 muaj. Një person i familjes që jeni duke kaluar një jetë të mirë, mos ta keni mas 3 ose 6 muajve. Thjesht me një thënie ose rezultat laboratorik që pas familjari juaj është identifikuar me kancer dhe na vjen keq. Kjo është diçka të mërshme që neve po adaptohemi. Më e keq është që po adaptohemi, s'po reagojmë. Institucionet janë gjumë. Institucionet dikush do duhet jep të përgjegjësi për këtë vdekje, sepse ai gjenocidi nuk është vetëm format etnike ose ndëretnike. Gjenocidi është kur një qeveri nuk merr masa për mbrojtjen e popullatës vetë, sepse është detyra kryesore ta mbroj, ta ushqej edhe ta mbaj popullatën e vet. Ne shohim edhe jemi gjatë kohës së zgjedhjeve secili individ që pretendon më bë ose parti që më bë gjithçyshme në parlament, nuk e kanë synimin ose programin ta ruajnë popullatën e vet ose shëndetin. Sa i përket premtimeve, nuk është që ka diçka në përmirësimin e cilësisë së ajrit, asnjëherë nuk kemi dëgjuar. Çka duhet pikërisht me bë institucionet këtë rast? Po tash është shumë interesant, sepse ne ekspertë të gjithë kemi oferta nga shumë parti për të kyçur politika. Në momentin kur ti jep një deklaratë ose fol, unë jam specialist në kësaj fushë dhe do flas vetëm për këtë fushë, thotë jo se këtu nuk merr vota. Tu do të më qenë kundër Albin Kurtit, kundër Sami Lushtakut, kundër Atina, kundër Ktina, Fatmir Lima. Do të thotë ne kemi probleme shumë serioze. Kemi si shoqëri, si edukatë. Dhe shihni sot masi dolën listat, sa njëri dëshpëruar pse nuk jam në listë. Kur t'ia shishon specializimin, është një njeri i rëndom shumë i thjeshtë që nuk e di çka ka me lyp në bord kuvendit. Le më fut me ligjin. Ne ligjin për shembull qeveria e fundit, për cilët shumica e popullatës është gjendje me luftu me popullatën tjetër, gjitha rregullorët e ajrit i kanë nxjerrë nga fuqia me nxjerrjen e ligjit të ri në fuqi. Ligji i ri në fuqi, ai nuk mund të rregullojë çështje, ai rregullon çështjen veç është si një ombrell ku kapen rregullorët e reja, edhe rregullorët e reja që kanë qenë rregullorja, për shembull, e marr shembull rregullorën për ndotësit burimeve lëvizse. Burimet lëvizse janë automjetet, edhe gjitha ato objekte që lëvizin e lirojnë gazra. Në automjet, ku ta bën kontrollën teknike, prej vitit 2016 është rregulluar. Në kontrollën teknike do ta merr një karton gjelbër, edhe shkon në qendrën e regjistrimit, edhe thotë e kam pozitive ose nuk e merr atë kartonin e gjelbër, sepse nuk e ka kaluar testin e gazrave. Edhe nuk mund të regjistrohet një automjet i cili nuk ka kaluar testin e gazrave. Ju testin e gazrave mund ta bëni të automjetit të juaj, vetëm nëse paguani ose në mënyrë vullnetare, sa për ta ditë se çka liron automjeti juaj, po këto shumica njerëz as ju intereson. Ju dini që ka shumë automjete me katalizator të prisht, me qëllim, sepse ju bllokohet, kanë mbi 200.000-300.000 kalume, blejnë automjete të vjetra, edhe mosha e vjetërsisë automjeteve është duke u vjetërsuar, sipas dhënave të fundit. 400.000 automjete në lëvizje, 100.000 në ditë në Prishtinë. Ne jemi të mërësisht në presion të gazrave, të helmeve, të metaleve të rënda edhe gjitha tymrave të tjera, dhe fatkeqësisht edukata jonë nuk na lejon me dalë me maska, se është marrë me dalë me maska, edhe asnjë njeri nuk e shihni sot me maska, dhe pse do të thotë kanë probleme shëndetësore dhe e shohin me sy që po vjen shumë era e madhe e tymit, e gazit, edhe hajtë se s'ka derë se ne vazhdojmë kështu. Këto mendoj që janë
janë një konglomerat, një përzirje e gjithë edukatës tonë, të gjitha shtresave, edhe vazhdojmë të jetojmë me ëndra, thjesht. Atëherë, zotri Morina, faleminderit shumë për gjitha këto informacione të rëndësishme që i ndohet për neve, po shpresojmë që këto pra të jenë ashtu një pikë kyçe kryesore sa i përket edhe politikave që do të bëhen në të ardhmen. Unë mendoj që një qeveri e re do të merr hapa të ri, shpresoj, i lusim gjithë ekspert që të ofrojnë ekspertë të tjerë dhe të jashtëm dhe të brendshëm që të punojnë për këtë popull, për këtë vend në formën më të mirë të mundshme, jo me fjalë, jo me populizma, po kemi nevojë për shërbime të drejta në mënyrë që edhe ne t'i duam politikaj dhe qeverinë tonë, sepse jemi një popull, jemi të njëjtë njerëz. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve.